Po, unë mendoj që është një proces i natyrshëm. Vjosa Osmani si presidente ka kryer një punë të mrekullueshme. Po them ka qenë faktikisht edhe është pa në për punët e saj që i ka bërë si presidente në mandatin e saj 5 vjeçar. Është mëkat faktikisht që ajo s'ka vazhduar me qenë presidente edhe tash në mandatin tjetër. Pra ju e përkani edhe për një mandat? Besoj që është nuk një diken sot në sferën politike që kishte mujtë me kry punën më mirë se Vjosa Osmani si presidente. Edhe për këtë e ka përkrajen time maksimale, absolutisht që po. Në ndërkohë, në çka mendon që është quar Vjosa Osmani dhe a mendon që Vjosa Osmani mund të kthej votë, sepse bazuar nëse e lexojmë rezultatin e zgjedhjeve, vota e Lidhjes Demokratike të Kosovës ka fluturuar në vetëvendosje. A ka gjas në 2021-ën, në kohën kur pikërisht Vjosa Osmani o bashku me Albin Kurtin, me binomin Kurti-Osmani. Çka ka ndodhur? Vetëvendosja për herë të parë bëhet një subjekt që i fiton qaq shumë vota, e mund edhe Ibrahim Rugoven me numër të votave. Qa ajo vot e LDK-s që ka shku në vetëvendosje, a ka gjas dhe a pret për Parim Rama që mundet me u këti? Ne sot duhet të fokusohemi në çështjet e nevojave të qytetarëve të gjithë vendit. Pra çka i duhet Kosovës? Çka duhet ne të bëjmë si politikan për me zhvillu vendin, për me kriju mundësi të reja, për me kriju institucione të forta, të cilat nuk kanë nevojë me kriju baba, nona, daja, teze. Dhe më thonë me kriju institucionet të forta, të cilat edhe kryojnë pastaj njerëz të fortë që i shtyjnë proceset të para, pa kriju ikona të ndryshme, sepse ajo po e sheh ka po na qenë në autoritarizëm, që nuk është e shëndetshme për vendin tonë. Pra ka shumë njerëz të aftë për me i shtyjnë proceset për para në gjithë vendin tonë, edhe duhet me ju dhonë kjo mundësi. Pa kriju, dhe më thonë, njerëz me mendësi autoritare, që e cenojnë demokracinë e vendit tonë, që faktikisht e cenojnë edhe vetë shtetin e Kosovës, që kanë tendenca rreth edhe zhbarjes të vetë shtetit e Kosovës, si që edhe jam duke bo qeverisja tash në detyrë. Kështu që unë mendoj që duhet të propozohet, pra të jetë e qartë e kundërta, cila është alternativa, cila është opozita e fuqishme apo opcioni tjetër. Edhe në momentin kur qytetarët e gjithë Kosovës e kanë një opcion alternativ të fuqishëm, të besueshëm, nuk kam asnjë dyshim që edhe i bashkohen atij opcioni. A mundet me dhonë këto Lidhja Demokratike e Kosovës? Absolutisht po. Lidhja Demokratike e Kosovës ka mundësi, aftësi, ka njerëz dhe duhet me shku përpara, me synu me qenë e para. Kundër faktit po them që shihet si e vështirë, mirë po nëse Lidhja Demokratike është e qartë, me vizion edhe mision, edhe shtyjmë përpara pa u fut në këto populizmat apo në lojrat e autokratëve, tash në qeverisje, mendoj që ka shanca reale për me qenë para në Kosovë.